Të dashur shikues të televizionit publik të Kosovës, mirë se vini në transmetimin e drejt për drejt të turneut ndërkombëtar në boks Limani, që sot do të zhvillohet në Prishtinë, më saktësisht në ditën e finaleve, pasi që ka nisur dje me takimet gjysmë-finale, kurse sot do të jemi në transmetim të drejt për drejt për gjatë 2 orëve të ardhshme dhe më shumë të këtij turneu prestigjioz në vendin tonë, që për të herën e 17 po mbahet si vjet në Prishtinë në nderim të emrit të madh të boksit kosovar, Jah Limanit, trajnerit legjendar nga Mitrovica, që bëri një karrierë të jashtëzakonshme me Prishtinën e madhe, më të madhe në histori, derisa në nderim të tij do të mbahet edhe sot ky turne që ka mbledhur plot 7 shtete, të cilat kanë ardhur për ta nderuar këtë turne. Përveç Kosovës është dhe Shqipëria, Bosna Hercegovina, Kroacia, Malizi, Bullgaria, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Do të ndjekim sot 10 meqe gjithsej. Po shohim dhe gjyqtarët që do të jenë sot. Akim Tahira është nga Kosova, Vladimir Mitov nga Bullgaria, Akim Shala nga Kosova, po ashtu dhe Graniçori, Filip Nua dhe Dalina Paraliu. Delegat Sulejman Voca, mjeku kujdestar është Agron Kambere, kurse moderator është kolegu Artan Muaxhiri. 6 5 4 3 2 Jemi gati për finalet e edicionit të 17 të turneut ndërkombëtar të boksit Jah Limani. Me numërimin prapthi kemi edhe hapjen e këtij turneu. Tani do të shohim për pak dhe Darusi ju se jeni të pranishëm në Pallatin e Sporteve këtu në Prishtinë. Ju që përndisni edhe për transmetimit të drejt për drejt në transmetuesi publik në Radio Televizionin e Kosovës, mirë se keni ardhur në finalet e edicionit të 17 të turneut kushtuar një ikone, një legjendë e cila ka kontribuar, ka lënë gjurmë cilat po i trashëgojmë edhe tash. Brezat e rinë në sportin fisnik të boksit, legjenda Jah Limani.
Sot kemi kënaqësinë që të jemi të shoqëruar edhe nga presidenti i Federatës së Boksit të Kosovës, zoti Enver Krasniqi, i cili me prezencën e tij na ndërron në këtë finale, i shoqëruar nga i biri i Lahut, i Strefi, që gjithashtu ishte edhe tjerë në gjysmëfinale, e kemi edhe sot në finale, sikurse edhe një njeri i cili ka qenë krahë i djathtë i Lanimanit në suksesin e trasuar në ringun e boksit, në kohërat ku ishte shumë vështirë të bëj sport e aq më tepër boks, Sefetin Braha, krahë i djathtë i Lanimanit që na ndëron në prezencën e tij. Sot kemi kënaqësinë që në mesin tonë të kemi edhe yjet, ata që ishin pjesë e një plejade fantastike të boksit dhe të cilët bën më shumë se sa sport në kohën kur duhej të bëhej paralelizëm dhe të shfaqeshin vlerat e shqiptarëve përmes sportit. Aziz Saliu në ndërron në prezencën e tij, Fatmir Makolli, dje kishim edhe një tjetër emër të njohur, siç është Mehmet Bogojevci, dhe shumë figura të njohura. Kështu që kemi edhe vllahun e Lanimanit të pranishëm sot dhe kënaqësi që në këtë ambient, në këtë atmosferë të bukur, të jemi gati të fillojmë një maraton të 8 meçeve, të cilat do të na shoqërojnë në ringun e sotëm. Edicioni i 17, ndër vite jo vetëm që është rritur, po ka krijuar edhe një standard të jashtëzakonshëm, duke lënë shembull dhe duke hyrë me të drejtë dhe me plot merit edhe në kalendarin e Federatës Botërore dhe Evropiane të boksit. Sot, 17 vite pas, Lanimani jo vetëm që është rritur si garë, por ka krijuar një emër të respektuar në ringun e boksit olimpik kudo në botë. Dhe prezenca e shteteve të cilat e kanë ndëruar këtë garë e flet më së miri këtë. Zonë dhe zotrin të ndëruar të pranishëm, adhurues të boksit, jemi gati që me duar trokitjet tuaja t'i presim shtetet pjesëmarrëse që e madhështojnë përmes prezencës së tyre këtë eveniment. I ftojmë sipas rënditjes alfabetike, Shqipëria. Për të pranishëm, vim të një moment ku pjesë e protokollit është edhe himni i shtetit negociar, himni i Republikës së Kosovës. Ju ftoj që të ngriteni për të respektuar himnin e Republikës sonë.
Një falënderim e një mirënjohje për një njeri I cili ndër dekada ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë në sportin e boksit, sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Boksit të Kosovës, Latif Demolli, dhe njerit edhe delegatin e këtij turneu Sulejman Voca, ndërsa mjekullestar do të jetë Agram Kameri. Zona Zotri, e shfrytëzojmë këtë moment që të ftojmë zotin Mensur, kampionin I botës në kategorinë cruiser, I cili është përfaqësues nga Bosnia-Hercegovina dhe I cili ka një plaket, një trofe, dedikuar sekretarit të përgjithshëm të Federatës së Boksit të Kosovës, zotit Latif Demolli. I presim me dhuratë rrugëtit tuaja. Kampion I bokës pra në boks profesionist, zoti Mensur sot si lider në stafin e trajnerëve të Bosnia-Hercegovina që ka ndërruar këtë turnej. Thank you very much. Jemi gati për filluar edhe me meqin e parë nga 8 meqet që në programin e finaleve të këtij turneu. Kemi parë pra dhe hyrjen në zyrtare We're ready to proceed with the first fight out of 10 scheduled on the program of this Kemi fight. pra sot 8 meqe në program, meqi parë zhvillohet në kategorinë deri në 50 kg mes Riyad Yusufit dhe Bernard Osmanit. Riyad Yusufi është nga Kosova, derisa Bernard Osmani nga Maqedonia e Veriut. Agim Tahira është gjyqtar kryesor dhe tani është koha për boks. Do të knaqemi me boks, do të na shfaqin djelmoshat e rinj nga 7 vende pjesëmarrëse në këtë turnej. Ndërkohë do ta kemi në bashkomentim dhe zotin Fatmir Makolli her pas herës që do të na ndihmoj dhe do të na nderoj me prezencën e tij për të dhënë një dorë të ekspertit. Në këndin e kush, Riyad Yusufi nga Kosova, reprezentuesi ynë nga Mitrovica, është një shpresë olimpike e vendit tonë. Riyad Yusufi, kampion I Kosovës në kategorinë e tij. Të boksit Lani Mari, po transmetohet drejt për drejt edhe në radio televizion në Kosovës. Ndërsa në këndin e katërt është Bernard Osmani I Maqedonisë Veriut, pjesë e klubit të Shkëndijës. Është ky meç I kategorisë 50 kg në këndin e kuq, Riyad Yusufi, Kosovë. Në këndin e katërt, Bernard Osmani, Maqedonia e Veriut. Do ta shohim tani për pak këtë meç që do të nisë si I pari në turneun e sotëm në Prishtinë, koha që gjyqtari të bisedoj me boksierët para se të nisë meçi. Meçet do të fillojnë me 3 raunde nga 3 minuta. Raundi I parë. Pra meçet do të jenë 3 raunde nga 3 minuta. Të shohim raundin e parë mes Riyad Yusufit nga Kosova dhe Bernard Osmanit nga Maqedonia e Veriut. Reprezentuesi kosovar është në këndin e kuq, derisa Osmani është në këndin e kaltër. Mes në kategorinë deri në 50 kg dhe pamat goditje me të majtën të Yusufit që zbrapsi Bernard Osmanin. Një nismë shumë e mirë e Yusufit, I cili është një talent dhe momentalisht kampioni I Kosovës në boks, kampioni më I ri I Kosovës në boks, pjesë e klubit Mitrovica Strepça 89. Ky boksier që ka kthyer pas disa kohësh titullin në Mitrovice. Kjo është një goditje e mirë e pastër nga Osmani, derisa po lëviz mjaft mirë në këtë fillim Riyad Yusufi, boksieri ynë, me të kuqe, edhe një herë me të majtën fiton pikë vazhdimisht me këto goditje direkte. Për një moment në klinç boksierët. Me njëherë ka marrë për kraje të publikut Riyad Yusufi.
shihet talenti I tij, po lëviz mjaft mirë me këmbë I freskët dhe po e godet për të fituar pikë kundërshtarin gjatë tërë raundit të parë. Edhe një herë me këto goditje të një pasnjëshme të lehta, por me nësi duke marrë pikë. Edhe një herë e ka dominuar deri më tani boksieri ynë kundërshtarin dhe I numëron tani Tahiraj 6, 7, 8 është në gjendje të vazhdoj dhe tani pritet sulmi Riyad Yusufit që vazhdon dhe e godet boksierin kundërshtar. Tani ndalet paksa. E goditje tjetër me të majtën është duke boksuar shkëlqyeshëm Riyad Yusufi nga Mitrovica. Shpresojmë ta shohim në ringjet e mëdha botërore djaloshin ton. E këtu një knockdown këtu përfundon gjithçka. Nuk mundi t'i bëj ball Bernard Osmani Riyad Yusufit dhe përfundon në mesi parë për ditën e sotme. Një performancë e shkëlqyeshme e Riyad Yusufit. Bindshëm boksoj, e dominoi kundërshtarin dhe shfaqi tërë potencialin e tij në fillim, duke mos lejuar që të zhvillohen edhe 2 raunde tjera. Me dorëzim nga ana kundërshtarit në raundin e parë, fitues shpallet në këndin e kush Riyad Yusufi nga Kosova. Riyad Yusufi që ka fituar derisa është dorëzuar Bernard Osmani, nuk arriti të përballoj goditjeve të një pasnjëshme të Yusufit, I cili ishte I vendosur prej fillimit që ta fitoj këtë mes dhe ashtu ja bëri. E arriti me plot cilësi, vendosshmëri dhe me kaq përfundon mesi parë. Do të zhvillohen edhe 7 mese tjera. Në vazhdim është ai mes Janko Iliev të Bullgarisë dhe Steven Zicit të Shqipërisë. We're ready to proceed with the second fight. Do të jetë një mes që vlen për kategorinë 55 kg. Janko Iliev I Bullgarisë dhe Steven Zici. Representing Bulgaria, Janko Iliev. Pas ti do të jetë mesi mes Atanas Dinkov po ashtu nga Bullgaria dhe Emir Sherifovic të Bosnjës dhe Hercegovinës. Tani do të ndeshin Vladimir Davidov dhe Matej Morton. Davidov nga Bullgaria, Morton nga Kroacia. Në kategorinë deri në 70 kg Vuk Dabovic I Bullgarisë do të ndeshet me Rian Bajramin e Maqedonisë së Veriut, më pas Sami Halil nga Bullgaria kundër Ahmet Kosit të Shqipërisë. Luan Morina nga Kosova në kategorinë deri në 80 kg kundër Nikolaj Ivanov dhe mesi I 8 I fundit për ditën e sotme do të jetë mes Kledison Gurrajt dhe Josip Tokic. Mesi do të drejtohet nga gjyqtari Agim Shala, derisa për pak do të jenë gati dhe boksierët Janko Iliev I Bullgarisë dhe Steven Zici I Shqipërisë. Në këndin e kush është Janko Iliev, Bullgari, derisa Steven Zici është në këndin e kaltër. Dy përfaqësuesi ka Kosova në finalet e sotme, Riyad Yusufin që kemi parë më herët dhe Luan Morino në kategorinë deri në 80 kg, derisa do të jetë interesant të përcjellim edhe boksierët nga Shqipëria, fillimisht Steven Zicin që është në këndin e kaltërt, raundi I parë. Po ashtu do të jenë dhe Ahmet Kosi nga Shqipëria dhe po ashtu Kledison Gurraj në mesin e fundit për ditën e sotme.
Xizi është duke rrëshqitur. Për këtë arsye është konsultuar diçka me gjyqtarin Agim Shala. Fillimi i mesit që ishe të dy boksierët të koncentruar duke mos u lëshuar, ende nuk kemi parë ndonjë sulm prej asnjërit prej boksierëve. Fillimisht kjo goditje nga bullgari Iliev tenton me disa goditje direkte, por qëndron mirë prapa Steven Xizi. Më ofanziv në këtë fillim, më kërkues është boksieri bullgar Iliev. Tentoi me këtë kroshe, nuk arriti ta godiste kundërshtarin Xizi. E tërheq tani edhe ndërhyrja e gjyqtarit Shala. Sulme të boksierit bullgar, një luftë e afërt tani mes dy kundërshtarëve, por shpejt po tërhiqen. Janë duke munduar se ta lexojnë lojën e njëri tjetrit. Të dy boksierët. Kërkon luftë bullgari duke mos e mbajtur gardin, derisa Xizi ende nuk është duke u lëshuar në ofanziv. Tani dy goditje të njëpasnjëshme të Xizit. E ka marrë një të majt. Duket mjaft i zhdërvjellët bullgari Iliev. Vazhdimisht duke lëvizur Iliev dhe kështu vjen përfundimi i raundit të parë. Mbyllet raundi i parë. Please be prepared for the next fight. Atanas Dinkov, Bulgaria, and Emir Sherifovic, Bosnia-Herzegovina. Mesi radhës zhvillohet mes bullgarit Atanas Dinkov dhe Emir Sherifovicit nga Bosna dhe Hercegovina. Ndërkohë Janko Iliev duke u freskuar paksa, një boksier i cili kërkoi luftë vazhdimisht dhe ishte mjaft energjik në raundin e parë. I tërheq vërejtjen trajneri i tij Steven Xizit që t'jetë më i përqendruar dhe të godas më saktë. Seconds out, ring leader. Tani gjithçka gati për të nisur raundi dytë në mesin mes Janko Ilievit dhe Steven Xizit. Raundi dytë, second round. Tentoi me disa goditje në raundin e parë Xizi, por nuk ishte as i rrezikshëm. Ai që mblodhi më shumë pikë ishte bullgari Iliev. Të shohim se si do të jetë në raundin e dytë. Të janë zhvilluar dhe meqet gjysmë finale, ku kemi parë plot 11 meqe. Janko Iliev kishte fituar ndaj Adis Ajanović të Bosnës dhe Hercegovinës. Për të kualifikuar në finale, derisa Xizi veç se ishte
pjesë e finales. Tenton të lëviz ta shpërqendroj Xixin bullgari në këndin e kuq. Vazhdimisht bokson i pambrojtur bullgari Iliev. Edhe nuk po shohim boksierin shqiptar Xixin që po merr ofanziv dhe po sulmon, jemi duke pritur këtë gjë, por nuk po ndodh. Është bullgari që është më komod deri më tani, boksieri në këndin e kuq, Iliev. E tani të shohim kush do të sulmoj, është sërish bullgari që i dha goditjen e parë në atë pozicion që ishin afër njëri tjetrit boksierët. Njëkohësisht dhe provokon Xixin bullgari Iliev, duke i thënë eja në boks, po shohim tani në kënd atje ka futur Xixi, ndërkohë i kundër përgjigjet Iliev dhe vjen momenti për përfundimin e raundit të dytë. Deri më tani bullgari është në përparësi sa i përket pikëve. Atanas Dinkov dhe Emir Sherifovic, please be prepared for the next fight. Atanas Dinkov and Emir Sherifovic. Ka rregulluar frymëmarrjen Xixi po ashtu dhe Iliev, i cili ka bërë më shumë se kundërshtari i tij në 2 raundet e para. Duhet të përgatiten Dinkov dhe Sherifovic që të mos u basin kohë pas përfundimit të raundit të tretë të këtij meçi. Tani do ta ndjekim reagimin e Steven Xixit, se si do t'jetë në këtë round dhe do t'a fitoj meçin. Fundit, third round, the last one. Ja goditje nga bullgarin këtë fillim, boksieri shqiptar që nuk po arrin ta godas sakt Ilievin. Nuk po ka zemër që ta sulmoj Xixi bullgarin Iliev. Tani në kombinim goditjesh Iliev vazhdimisht qëndron në defanziv Steven Xixi. Pam këtu Ilievin edhe një herë duke sulmuar. Kundërgoditje e shpejt nga Iliev.
Ishte në kontroll gjatë tërë meqit Nxizi, nuk është se rrezikoi shumë, por luftën e kërkoi vazhdimisht Iliev. Minuti i fundit i këtij mesi që është i dyti në programin e sotëm. Tani këtu goditje e garuesit shqiptar. Tenton atje Nxizi. Edhe 10 sekonda deri në përfundim, ndërhyn gjyqtari, por në këto momente edhe mbyllet ky raund në fund ishte ofanziv Steven Nxizi. Megjithatë të shohim se si do të jetë vendimi i gjyqtarëve në dy raundet e parë. Më i miri ishte Bullgari, derisa në raundin e fundit kishte ndruar jetë në vitin 2008 dhe prej atëherë çdo vit Representing Bosnia and Herzegovina, Emir Sherifovic. Në këndën e koqë Atanas Dinkov nga Bullgaria, në këndën e katërt Emir Sherifovic nga Bosnia Herzegovina. Referee on the ring, Vladimir Mitov, Bullgaria. Vladimir Mitov është gjyqtar kryesor i këtij mesi bullgare që do të ndajë drejtësi në përballjen mes Atanas Dinkov dhe Emir Sherifovic. Dinkov është në këndin e kuq, derisa bosnjaku Emir Sherifovic është në këndin e kaltër. Meq i vlefshëm për kategorinë deri në 60 kg. Ndërkohë pas këtij mesi në program është dueli mes Vladimir Davidov pashtu nga Bullgaria dhe Matej Marto nga Kroacia. Raundi i parë. Ravazi 3 bullgar që boksojnë. Nisë raundi i parë, bosnjaku është në këndin e katërt, në këndin e kuq, bullgari Dinkov. Pra figura Lan Imanit nderohet sot, i lindur në vitin 1939, jetoi deri në vitin 2008. I formoi bokserët më të mirë të vendit ton
Ljanimani, po ashtu fituesi medaljes së artë olimpike si trajner ishte Limani dhe Nimani, pardon. Dhe po ashtu një personalitet i shuar që bërë histori me klubin e boksit Prishtina, duke nxjerrë bokser të ndajnë si Nazim Gashi, Dara Mashani, Mehmet Bogujesi, Gjevdet Peci, Aziz Aliu e shumë të tjerë, cilët populli toni sollën krenari dhe medalje falë punës së palodhshme të Ljahnimanit. Ishte pjesëtar i lojrave olimpike Ljanimani me bokserët të tij në 76-ën, 80-ën, 84-ën dhe 88-ën, derisa në 80-ën e kishte fituar medaljen e artë si trajner, pak nga historiku i lavdishëm i figurës së Ljahnimanit. Një mes që mjaft i mirë në këtë fillim të duelit mes Dinkov dhe Sharifovic, të dy bokserët që po sulmojnë, që po janë të gatshëm për luftë, nuk po tërhiqen. Sulmon Bullgari Bosnjakun Sharifovic dhe detyron si të tërhiqet në knockdown duke i numëruar gjyqtari. Tani koha për një sulm tjetër të Bullgarit, edhe një herë mundohet ta godas, atje ka futur në kënd dhe sërish i numëron Sharifovicit gjyqtari. Duhet të ndërpritet mesi, është Bullgari Dinkov që ishte dukshëm i mirë se kundërshtari dhe me njëherë në raundin e parë e poshti Sharipovicin, e ndërpreu mesin gjyqtari. Edhe njëherë do ta shohim në gjirim të përsëritur momentet kryesore. Nuk mundi ta përballonte. Me ndërprerim nga ana e gjyqtarit, fitues shpallet Atanas Dinkov nga Bullgaria. Atanas Dinkov jashtëzakonisht më i përgatitur se Emir Sharifovici, nuk arriti Bosnjaku që ta përballoj Dinkovin me sulmet e njëpasnjëshme, me goditjet e sakta, me fuqinë që tregoi për Matej Marton përballë Atanas Davidovit.
në fakt Vladimir Davidovit Atanas Dinkov më herët ishte që fitoi ndaj Shrigovicit. Mesi tret radhazi që First round. në ring ka boksier nga Bullgaria. Bullgaria është në këndin e kaltërt, kroati Marton në këndin e kaltërt. Të koncentruar dy boksierët, nuk lëshohen në sulme. Tenton me një goditje nga distanca Bullgari Davidov. Ka një të majtë të fuqishme, gjithmonë të gatshme, ndërkohë kroati që godet bukur. Duket boksier mjaft teknik Matej Marton, e këtu edhe njëherë të regon vlerat e tij boksieri. E pret kundërshtarin, është 100% i koncentruar Matej Marton me një thellësi të mendjes që ka treguar deri më tani. Bukur din të shmangët goditjeve të Bullgarit Davidov. Ndër boksierët më teknik deri më tani që kemi parë është Marton. Në kontroll të madhe ky boksier, po e din se çka dëshiron dhe po e merr atë që po e dëshiron së paku nga ky raund i parë. Lëviz tani Matej Marton. Sekundat po ecin në të mirë të tij, pasi që ka marrë më shumë pikë se kundërshtari në raundin e parë. Nuk dëshiron luftë, nuk dëshiron rrahje Matej Marton. Ndërkohë tani qëndron afër kundërshtarit, por sekondat janë duke ecur dhe këtu do të bie gongu për pak. Fare nuk pati goditje pra në 20-30 sekundat e fundit të raundit të parë. E pam kroatin që boksoi mjaft mirë ndaj Davidovit, i cili kërkonte më shumë luftë, por dhe mori më shumë goditje. E këshillon trajneri i tij kroatin që të qëndrojë vazhdimisht në distancë dhe të godet me të djathtën. Ta shohim se sa do t'i zbatoj urdhrat e trajnerit të tij Matej Marton, që ka treguar boks shumë cilësor në raundin e parë. Second round. Pritet një ofanzive Bullgarit Davidov. Ndërkohë tani goditje të njëpasnjëshme në trup të Bullgarit. I vetëdijshëm për rrezikun që e pret nëse lëshohet dhe nuk po ka mundësinë që të shulmoj me 100%-in e tij. Vladimir Davidov e ka një kundërshtar shumë serioz
përpara cili e shfrytëzon dhe gjatësinë duke mbajtur në distancë kundërshtarin. E ngacmon me të majtën, por gjithmonë ka të gatshme të djathën kroati Marton që të godas. Këtu mjaft mirë bullgari Davidov. Boksieri kroat pra në këndin e kaltërt, boksieri bullgar në këndin e kuq. Pak luft po shohim në këtë meq, duke qëndruar në distancë të dy boksierët. Ndoshta meqi që na ka sjellur më së paku argëtim, pasi që vazhdimisht po qëndrojnë në distancë boksierët, por për meraklinjët e boksit teknik po shfaq aftësitë i Matej Marton, që po e dominon kundërshtarin në këtë aspekt. Dhe po bokson vetëm për ta fituar meqin me anë të pikëve. Duhet të përdor më shumë duart sipas trajnerit të tij, kroati Marton. Përfundon dhe raundi i dytë, thuajse njëjtë ashtu siç përfundoi pjesa e dytë e raundit të parë, me qëndrimin në distancë të dy boksierëve. Ndërkohë koha për instruksionet finale të dy këndeve respektive. I vetëshëm dhe trajneri bullgar që kroati është boksier shumë cilësor. I cili u zhvillua në edicionin e parë në vitin 2008, në të njëjtin vit kur ndroi jetë legjenda dhe strategu i njohur kosovar i boksit Lani Mani. Ky turne mbështetet nga Ministria për Kulturën e Sportit. Second out. Në shkurt të vitit 2008 kishte ndruar jetë Lani Mani dhe prej vitit 2008 pra tradicionalisht organizohet ky turne që organizohet nga Federata e Boksit të Kosovës, derisa është mbështetur nga Ministria për Sport dhe Kulturë si vjet. Jemi në mesin e 4 të ditës së sotme, ku do të zhvillohen 8 meqe gjithsejt. Vladimir Davidov nga Bullgaria në këndin e kuq dhe Matej Marton nga Kroacia në këndin e kaltërt përballë njëri tjetrit. Deri më tani kroati që ka më shumë pikë dhe është boksier që ka treguar më shumë vlera në këtë meq, por të shohim se si do të jetë në raundin përfundimtar dhe njëkohësisht përcaktues se kush do ta fitoj këtë meq. Deri më tani gjithçka ka vajtur mirë për boksierin kroat. E një goditje mirë e bullgarit, por jo dhe aq e fuqishme. Tenton me të majtën Davidov. E këshillon trajnerit i Martonin që të lëviz sa më shumë. Pak e kemi parë duke sulmuar
kroatin Marton, do shta është koha paksa që të jap edhe ai disa goditje drejt kundërshtarit, pasi që vazhdimisht ka qëndruar në distancë. Ngadalë dhe po i afrohemi minutit të fundit të këtij meçi. 3 raunde nga 3 minuta janë duke u zhvilluar meqet e ditës së sotme. Nuk dëshirojnë të lëndohen bokserët, boksojnë pastër, mundohen që të marrin pikë sa më shumë, por edhe bullgari që nuk po lëshohet në aventura. Po lëviz dhe Davidov, ndërkohë në ofanzivë më të madhe në këtë minutin e fundit është Matej Marton i Kroacisë, tenton me të majten, fare nuk e ka përdorur të djathën që ka shumë të fuqishme, por nuk i erdhi dot mundësia, apo mundohet që të krijojë hapësira me të majten. Nuk arriti që ta godas kundërshtarin në këtë goditje direkte. Tani bukur kjo kroshe me të djathën e kroatit Marton. Ashtu si që këshilloi trajneri, vazhdimisht i ka dëgjuar udhëzimet e tij dhe ka boksuar, të themi, perfekt në bazë të detyrave që Mbyllët mesin mes Vladimir Davidov dhe Matej Marton, presin vlerësimin e gjyqtarëve për këtë duel të vlefshëm për 65 kg. Pas pak do ta shohim tani vlerësimin e gjyqtarëve. Dhe Rej Ismaili. Në vazhdim do të jetë Vuk Dabović dhe Rian Bajrami. $70 kilos, red corner representing Montenegro, Vuk Dabović. Përfaqësuesi I Malit të Zi, Vuk Dabović, në këndin e kush. Në këndin e katërt, pink corner representing Albania, duke përfaqësuar Shqipërinë, në këndin e katërt, Rej Ismaili. Në këndin e katërt, duke përfaqësuar Maqedoninë e Veriut, Rian Bajrami. Përvallja mes Vuk Dabovićit dhe Rian Bajramit të Maqedonisë së Veriut, Bajrami në këndin e katërt, derisa Dabović në këndin e kuq. Përballje mes Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi. Maqedonia e Veriut me përfaqësuesin e dytë në këto meqe finale, derisa I vetmi përfaqësues I Malit të Zi, Vuk Dabović, që është në këndin e kuq. Pra 7 shtete pjesëmarrëse në meqet finale.
Po dominon Bullgaria me 3 fitues në 4 meset e para, derisa meshin e para ka fituar Riyad Yusufi në përballjen kundër Bernard Osmanit të Maqedonisë Veriut. Probleme me dorëzën pati Rion Bajrami, ndërkohë tani koha që të vazhdoj ky meç, goditjet me të djathën nga Dabovic. Është një meç që është i vlefshëm për kategorinë deri në 70 kg. Goditjet një pas njëshme të Rion Bajramit, i cili më pas mbeti për një moment i shtrirë pasi që pësoj lëndim në krahun e djathtë duke goditur. Të shohim nëse do t'jetë në gjendje që ta vazhdoj meshin. Po ndjen dhimbje Bajrami dhe duket që është i lënduar koha për ndihmën e mjekut. Mjeku kujdestar Agron Kamberi që jep ndihmën e parë Rion Bajramit. Ishte ky momenti kur pësoi lëndim Bajrami dhe të shohim nëse do t'jetë në gjendje që ta vazhdoj meshin. Nuk do t'jetë në gjendje, ka pësuar lëndim dhe me kaq që përfundon në meshi me dorëzim pasi që ishte një lëndim i muskulit krahut të djathtë dhe me buzëqeshje përfundon Dabovic këtë meç fitues. Ndërkohë ende e mban krahun Bajrami i pafat në këtë ditë. By RC decision, në ndërprerje nga ana e mjekut, fitues shpallet, winner is Vuk Dabovic, Montenegro nga Malizi. E ndërpreu këtë meç mjeku kujdestar Agron Kamberi, shkaku që mos të lëndohet edhe më shumë Rion Bajrami, i cili po shohim që ka të entura në krahun e tij dhe nuk ishte në gjendje që ta vazhdoj meshin edhe më tutje. Ndërkohë Sami Halil dhe Ahmet Koshi, meshi i radhës. Është meshi i tretë që përfundon në raundin e parë pas atij mes Riyad Yusufit dhe Bernard Osmanit, Atanas Dinkovit dhe Emir Sheripovicit. 2 meqe kemi parë që janë zhvilluar deri në 3 raunde, kurse 3 meqe tjera që kanë përfunduar në raundin e parë. Edhe 3 meqe në vazhdim në programin e sotëm. Meshin e radhës në 75 kg. Next fight, 75 kilos. Në këndër e kosh, red corner, representing Bulgaria, Sami Halil. Në këndër e kaltërt, blue corner, representing Albania, duke përfaqësuar Shqipërinë, Ahmet Koshi. Sami Halil nga Bullgaria në këndin e katërt, Ahmet Koshi në këndin e katërt. Përfaqësuesi i Shqipërisë, kurse Agim Shala është gjyqtar kryesor i këtij takimi.
17 vjeçari Ahmet Koshi, i cili konsiderohet prej shpresave të boksit shqiptar prej vitit 2024 deri më tani ka vetëm një humbje në tetor të vitit të kaluar nga Oner Selikan. Ndërkohë ka 10 fitore në 2 vitet e fundit. Mesin e fundit e luajti kundër David Sarleas në prill të këtij viti, kurse sa i përket meseve më të hershme të zhvilluara këtë vit, Ahmet Koshin poshti grekun Panayotis Kotsuros dhe Endrit Yerliun në turneun pavarësia. Pra është hera e dytë për të si vjetë që vjen në Prishtinë me fitore u largua nga Prishtina dhe vjen në Prishtinë sërish për të fituar Ahmet Koshi, por ka përballë bulgarin Sami Kalil, një kundërshtar denj, i cili tani është duke e sulmuar, ndërkohë po shndron në distancë Koshi në këtë fillim. Ahmet Koshi është e shpallur dhe kampion ballkanik, njëri ndër 2 vëllezërit Koshi. Pas që dhe Amari vllai i tij është boksier. Goditjet një pasnjëshme në breza aty të Koshit. Ëndra e këtij boksieri është që të marrë medalje në çdo kompeticion që merr pjesë dhe të vazhdoj më pas në boksin profesionist. Dhe 10 sekonda deri në përfundim të raundit të parë. Këtu përfundon sa i përket këtij raundi, të shohim se si do të jetë në vazhdim. Nikolaj Ivanov. Please be prepared for the next fight. Luan Morina, Nikolaj Ivanov. Në fund të kësaj finale do të jemi me ceremoninë e ndarjes së trofeve dedikuar për boksierin më perspektiv, më fair play, boksierin më të mirë të huaj, çiftit me luftarak, teknikun më të mirë dhe boksierin më i mirë që është trofeu kryesor. Do të ketë pra çmime të veçanta për më të dalluarit, përveç për boksierin më të mirë dhe për boksierin më teknik, më fair play e kështu me radhë. Ndërkohë do ta shohim Ahmet Koshin që është në plan të parë në ekranet tona, i cili është 4 herë kampion i Shqipërisë, momentalisht në kategorinë e këtij vendin e dytë në Europë. Ka medalje të arta në 10 gara ndërkombëtare, 5 në botë për momentin. Boksieri me rezidencë në Tiranë, në shpresë e madhe e
boksit shqiptar. Të shohim përballjen e tij kundër bullgarit Sami Khalil. Ishte edhe pjesë e turneut të mëhershëm vitin 2024, turneut Ademi Ashari në Prishtinë. Sami Khalil, hera e dytë që vjen këtu. Boksier bullgar i cili është i katërti sot që përfaqëson në Bullgarinë. Më herët të bashkëvendasit e tij kanë fituar të gjitha meqet, ndërkohë një goditje mirë aty me të djathtën e Koçit, por vazhdon kjo kundërgoditje e Sami Khalil. Lëviz me këmbë Koçi dhe e fton në luftë bullgarin. Minuti fundit të raundit të dytë. Mundohet aty që t'ja prishë mbrojtjen apo gardin Koçit Khalil. Një goditje lehtë me të majtën, kjo direkte e mirë që mbledh pikë për Koçin. Sekundat e fundit raundit të dytë, goditje nga Koçi tani tenton me goditje në stomak aty Koçi për të fituar sa më shumë pikë që mundet. Edhe një raund ka mbetur deri në përfundim të këtij meçi. Sami Khalil dhe Ahmet Koçi. Një përballje mjaft cilësore. Nuk është se njëri prej boksierëve apo tjetri po dallohet me performancë paksa në stile të ndryshme. Më fajter është bullgari Khalil, derisa Koçi një boksier shumë teknik me një goditje shumë të fuqishme. Ka lëvizur mjaft me këmbë dhe ka nevojë për një masazhim të lehtë Koçi. Në këndin e katërt, boksieri shqiptar, në këndin e kuq, boksieri bullgar në aktin e fundit sa i përket këtij meçi që është i 6-ti me radhë në ditën e sotme në finalet e turneut të Lanimani. Tenton me një uppercut atje, Khalil nuk arriti, ndërkohë i kundërpërgjigjet me njëherë Koçi me disa goditje të njëpasnjëshme. Duke lëvizur mirë Ahmet Koçi.
Po tenton Bullgari me disa sulme, por duke qëndruar mjaft mirë koçi deri më tani. Kontrollon këtë meç. Nuk futet kot në luftë. Bokson nga distanca. Duket shumë i lodhur boksieri bulgar. Ndërkohë shumë afër koçi që ta godiste mirë, nuk arriti në këtë moment minuti fundit i raundit të tretë. Tenton Bullgari, ndërkohë vinë përgjigjet e koçit me disa goditje. Këtu përfundon ky meç. Fair play nga Ahmet Koçi, shkon dhe përshëndet trajnerin e kundër. Derisa Nikolaj Ivanov është në këndin e katërt. Pas së cilit do të jemi me ceremoninë e ndarjes së kupave për bokserin në perspektivë, bokserin më fair play, bokserin më të mirë të huaj, çiftin me luftarak, teknikun më të mirë dhe bokserin më të mirë. Është meçi i parafundit për ditën e sotme, i vlefshëm në kategorinë deri në 80 kg. Luan Morina përballë Nikolaj Ivanovit, bullgare në këndin e katërt, derisa Luan Morina është në këndin e kush, boksieri kosovar që ka 6 fitore, 3 humbje dhe 1 barazim në karrierë.
Një goditje e mirë e bullgarit. I numëron tani Morinës gjyqtari Tahiraj. Ishte goditje shumë e fuqishme. Edhe njëherë në ofanzivë bullgari Ivanov në sulm. Goditje të fuqishme të Morinës. Luan Morina nga Drenasi është shpallur 3 herë boksieri më i mirë për të rinë nga Federata e Boksit e Kosovës, një boksier perspektiv. Po shohim Morinën që është pjesë e reprezentacionit të Kosovës tregoj një boks të mirë edhe sot këtu, edhe pse fillimisht të mori një goditje shumë të fortë, por vazhdoi që të për ceremoninë e ndarjes së shpërblimeve, zotërinës Sinërim, po kësoj në mënyrë solide ndaj bullgarit dhe tani ka kohën që të rimarrë vetën dhe të godas. Se vetëm pra Fatmir Makolli, Shkëlzen Sopjani, Istref Imani dhe Enver Krasniqi. Seconds out, ring leader. Raundi 2, second round. Tani fillon raundi 2, kemi parë trajnerin Shefki Bogujevci që këshillonte vazhdimisht Morinën, një meq shumë cilësor ky i kategorisë deri në 80 kg. Nikola Ivanov po ashtu një boksier cilësor, derisa ta shohim ne boksierin nga Drenasi Morina se si do të jetë në raundin e dytë. Mjaft agresiv Ivanov, por të ndjekim kundërpërgjigjet e boksierit kosovar. Tentoi këtu Ivanov me një goditje direkte. Bukur këtu, kjo e djathtë, por e lehtë e Morinës. Rëshqet Luan Morina i të rejgjë vrejtjen Ivanovit Agim Tahiraj. Ka përkraje nga të pranishmit në sallë Luan Morina. Hera e dytë që i numëron Tahiraj Morinës. Kishte ndodhur një gjë e njëjtë edhe në raundin e parë. Po din ta
godas në kundër sulm Ivanov Morinën, por poshtë po din që edhe ta sulmoj në një moment e shpërqendroi totalisht një knockdown në hera e tretë që i numëron Morinës, dhe këtu si duket do të përfundoj gjithçka, po dorëzohet Meshi, goditje shumë e fortë nga Ivanov dhe e fiton Meshin. Bullgari është hera e katërt sot që fitojnë bullgarët, një dominim nga boksierët bullgarë si vjetë, goditja me të djatën kjo kroshe që e zbrapsi totalisht Morinën dhe për një moment dhe ishte afër që të mos ndërprerjen në raundin e dytë, fitues shpallet në këndin e katërt, Nikolaj Ivanov nga Bullgaria. Nikolaj Ivanov nga Bullgaria fiton këtë mes që poshtë luan Morinën dhe ngadalë e i afrohemi meqit të fundit që zhvillohet sot mes Gledison Gurajt dhe Josip Tokishit. Guraj nga Shqipëria, kurse Tokish nga Kroacia. Koha për foton finale mes boksierëve Ivanov dhe Morina. Ivanov triumfoi. Sa i përket fituesve ndër vite në këtë turne, fillimisht Mahmut Gorda nga Kosova kishte fituar turneun e parë, më pas Nash nga Hungaria, Permeta nga Shqipëria, Lindon Zeshiri nga Kosova, Ramo nga Shqipëria, Filipi në 2014 nga Kroacia, ishte fitues, Uldedaj më pas triumfoi në vitin 2015, Deliaj në 2016, bëhet fjalë për Jurgen Uldedaj dhe Arden Eliajn, më pas Greku Volkan në vitin 2017. Erdon Ismailici nga Kosova doli fitues i këtij turneu në vitin 2018. Martin Lekov në 2019, Ardian Ademi në 2020 nga Maqedonia e Veriut, Leo Tremuli nga Danimarka në vitin 2021, Taulant Jakupi fitoi në vitin 2022, Amar Koshje kishte fituar këtë turnej në vitin 2023, kurse në vitin 2024 ukrainasi Volodimir Melenchuk ishte fitues. Të shohim si vjet se kush do të jetë pra fitues ky turne që është dominuar nga boksierët kosovar. 5 herë fitues në 17 edicione boksierët nga Kosova, derisa edhe boksierët nga Shqipëria ishin mjaft të suksesshëm. 3 herë fituan boksierët shqiptar para se Amar Koshje para 2 vitesh ta fitonte për herën e 4 këtë turne nga boksierët shqiptar. Tani përballja mes Gledison Gurajt që është në këndin e kuq dhe Josip Tokishit nga Kroacia që është në këndin e 4. Me njëherë një luftë mes këtyre dy bokserëve në kategorinë deri në 90 kg. Ngadalë kemi ardhur dhe te meshi i fundit për ditën e sotme. 3 meshje kanë përfunduar në raundin e parë, një përfundoi në raundin e dytë, vetëm 2 meshje janë zhvilluar në 3 raunde. Një goditje forte Tokishit, një kroshe aty, me njëherë numëron Gledison Gurajt, gjyqtari i gatshëm që ta vazhdoj luftën. Tokish më i gjatë, më ofanziv në këtë fillim, kërkon luftë. Vazhdon me një direkte me të majtën, edhe një herë tenton dhe hera e dytë që i numëron Gurajt. Këtu përfundon gjithçka, fiton Josip Tokish dhe shpallët fitues në raundin e parë. Përfundon me njëherë ky mes shumë ofanziv është e kroati në këtë goditje direkte me të majtën. Dhe goditjen përfundimtare Gurajt
Goditje e pastër, era e dytë radhës që me të majtën e goditi, ndërsa fillimisht në herën e parë kur e detyroi gjyqtarin që të bënte numërimin e goditi fort me të djathtën Josip Tokic, Kledison Gurajn e vllaznisë së Shkodrës. Kroati që me ndërprerje nga ana e gjyqtarit, fiton këtë mes me ndërprerje nga ana e gjyqtarit. Josip Tokic nga Kroacia, fitues i mesit të fundit për ditën e sotme në kategorinë deri 90 kg e mposhti Kledison Gurajn e Shqipërisë. Pas pak do tjetë dhe ceremonia e shpërblimeve për më të mirët e ditës së sotme. Do të shohim më të dalluarit dhe po ashtu se kush prej tyre do të ndaj shpërblimet përveç çmimit kryesor. Do t'jenë edhe disa çmime tjera, mes tyre edhe çmimi për çiftin më luftarak. Pesë herë kanë fituar boksierët kosovar në turneun Lehnimani në 16 edicione realisht deri tanishme, si vjet është edicioni 17, 4 herë kanë fituar garuesit nga Shqipëria, derisa një fitore ka Volodimir Melenchuk nga Ukraina, një Lotri Muli nga Danimarka, nga Macedonia e Veriut i vetmi që fitoi ishte Ardian Ademi, Volkan nga Greqia po ashtu fitues një herë kishin fituar bulgarat me Martin Lekovi në vitin 2019. Në vitin 2009 Peter Naj i Hungarisë doli fitues, derisa të vetmën herë që kroatët e kishin fituar këtë turnej ishte viti 2014 kur triumfoi Toni Filipi. Po i shohim disa prej momenteve kryesore të ditës së sotme. Ishte një mes që mjaft i mirë mes Kosqit dhe Khalilit, bokserit shqiptar i cili e fitoi mesi kundër bulgarit. Khalil do t'jenë ndërkohë çmimet për boksierin më perspektiv, boksierin më fair play, boksierin më të mirë vendor, çiftin më luftarak, teknikun më të mirë dhe boksierin më të mirë. Janë çmimet kryesore për ditën e sotme. Që janë caktuar për t'i ndarë çmimet. I biri i Lehnimanit, i Strefis, i shoqëruar nga kryetari i Federatës së Boksit Enver Krasniqi. Antarët e bordit. Do t'jetë dhe i biri i Lehnimanit, i Stref Nimani. Bulgar në Kosovë, Blagoje Petrov. Dardan Elshani, po ashtu antari i bordit kryetarin e Halil Kurasov. Federatës së Boksit Kosovës për të ndarë çmimet. Po i shohim disa prej momenteve kryesore të ditës sotme. Meshe mjaft cilësore kemi parë, boksier që me vendosshmëri kanë boksuar dhe disa prej tyre kanë fituar dhe meshin
raundet e para. Boksirit me perspektiv do ta ndaj Halil Kurasku, antari i bordit i Federatës së Boksit të Kosovës. Halil Kurasku ndan çmimin për boksierin më perspektiv. Boksieri me perspektiv shpallet Bernard Osmani nga Maqedonia. Bernard Osmani nga Maqedonia e Veriut shpallet si boksieri më perspektiv i turneut të sotëm dhe për pak do të ngjitet në ring për ta marrë çmimin të cilin ja dorëzon Halil Kurasku. Boksieri më fair play, çmimi do të ndahet nga antari i bordit Dardan Elshani. Antari i bordit të Federatës së Boksit të Kosovës Dardan Elshani ndan çmimin për boksierin më fair play, i cili shkon për Emir Sherifovićin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Fair play boxer of the tournament, Emir Sherifović representing Bosnia and Herzegovina. Bosnjaku Sherifović që poshtë nga Dinkov merr çmimin si boksieri më fair play në ditën e sotme. Boksieri më i mirë vendor. Çmimi do të ndahet nga zëvendës ambasadori i Bullgarisë në Kosovë Blagoje Petrov. Riyad Isufri nga Kosova, boksieri më i mirë vendor. Ambasadori bullgar Blagoje Petrov jep çmimin për Riyad Isufrin që shpallet si boksieri më i mirë vendor në ditën e sotme. Është dominuar si vjet nga bullgarët turneu Lah Nimani, derisa ai që shkëlqeu te kosovarët është Riyad Isufri. Do të ndahet nga Sefetin Brava dhe Fatmir Makolli, të dy antarë të bordit të Federatës së Boksit të Kosovës. Çifti më luftarak ishte ai mes Dabovicit dhe Bajramit, derisa Sefetin Brava dhe Fatmir Makolli do të ndajnë Çifti më luftarak çmimin për Vuk Dabovic, boksierët Montenegro, Dabovic dhe Bajrami. Filloi me një luftë totale ky mes në raundin e parë dhe ashtu përfundoi në atë raund me një lëndim të Bajramit, por ja që marrin çmimet këta dy boksier që treguan cilësi që nga fillimi. Cilët shpallën çifti me luftarak. Jakovin edhe të dy çmimet e fundit, çmimi i radhës për teknikun më të mirë që do të ndahet nga zoti Shkëzën Sofjani, antari i bordit i Federatës së Boksit të Kosovës. Tekniku më i mirë, këtë trofe do të shkojë në Shqipëri te Ahmet Koçi, shpallet tekniku më i mirë i kësaj gare. Çmimi tekniku më mirë i takon Ahmet Koçit nga Shqipëria dhe ndahet nga Shkëlzen Sofjani për boksierin shqiptar Ahmet Koçi. Dhe trofeu i mbretit të edicionit të 17 të turneut ndërkombëtar të boksit Lah Nimani do të ndahet nga presidenti i Federatës së Boksit të Kosovës, zoti Enver Krasniqi, i shoqëruar nga i biri i Lah Nimanit Istrefi, që na ndërron me prezencën e tij. Ja ku është momenti tash të zbulojmë trofeun kryesor që do të shkojë It's time to announce the winner of the main trophy of the tournament. Boksieri më i mirë, best boxer of the tournament, Janko Iliev, Bulgaria. Çmimi kryesor për Janko Iliev nga turneun e si vjetme shkon për bullgarin Janko Iliev të Bullgarisë dhe ndahet nga Lah Nimani. Enver Krasniqi, kryetari i Federatës së Boksit Kosovës dhe Istref Nimani, i biri i Lah Nimanit. Pra Janko Iliev, ai që fitoi në duel kundër Steven Zizit, shpallet boksieri kryesor, fiton çmimin kryesor, pra do të shpallet boksieri më i mirë i edicionit të 17 të turneut ndërkombëtar
Ja Nimani. Me kaq dhe vim në përfundim të këtij turneu për edicionin e si vjetëm. Me këto pamje do të lëm të dashur shikues duke ju falendëruar për mendjen në emër të gjithë stafit realizues të televizionit publik Kosovës. Çdo të mirë. Fantastike me plot box, me gjysmëfinalet tjera dhe me finalet e sotme. Mirë pafshim në vitin e ardhshëm në edicionin e 18 të turneut të boksit La Nimani.